kur Drenica quhet Arbëri e Vogël. Si pikërisht Drenica quhet Arbëri e Vogël? Këtë epitet, këtë pagzim, këtë kryefjalë të trimërisë, guximit, heroizmit, nuk e kam vurë unë. Do të kisha pas dëshirë të jem unë autori. Unë kam thënë atë që ka thënë historia. Për shkak të një kalume të veçantë, për shkak fillimisht të gjeografisë, se Drenica është në mesin e Kosovës. Gjeografikisht ndodhet mes rrafshit të Dugaxhinit dhe rrafshit të Kosovës, me kufin natyral, me bjeshkën e Lipovicës, Goleshit, Qiqavicës, Kosmaqit, bjeshkëve vargmalive të Berishës, Grykës së Caralevës. Caralev Radishev është Drenicë, janë 116 fshatra. Dhe pas historisë bujshme, duke filluar që nga antika, pastaj e pikëzuar në ngjarjet e betejës së Kosovës, kur një trim nga Drenica i pagzuar Miloš Kopili është ai që ja preu kokën Perëndërisë Osmane, Sultan Muratit të parë, në fushën e Kosovës, dhe për të vazhduar me heroizma të tjerë, Ahmed Delis që më së patë u hoqi kokën disa policëve, atëherë gjandarmë serb, dhe i doli fqiut, zot, pastaj me Azembejtën e të tjerë me radhë, por kulmoi emërtimi në kohën Azembejtës, i cili teritorin Drenicës e kishte bërë zonë të pashkelshme të gjandarmit serb. Do të thotë kishte vuar pushtet, dhe atë pushtet e kishte njohur thuaj zyrtarisht edhe Serbia, sepse për çdo ditë i vriqin gjandarmët dhe nuk lejonin që të vehet në thundër dhe me atë sistem të egër që kishte Yugoslavia vitet 24 deri në vdekjen e Azembejtës dhe shot Galicës më vonë. Kjo trev ka qenë trev e veçantë e qendresës dhe e mos nënshtrimit, mos gjunximit pushtuesit. Dhe poetikisht unë në çdo vargtimin po thuaj është vendlindja ime, është vend i mbushur çdo shekull, çdo mot dhe çdo ditë me epik, është mbushur me mençuri, urti, dhe Drenica është e pushkës, është e dijes, e urtisë, është edhe e këngës, sepse këto dimensionet e Drenicës i përshkruajta për arsye se Drenica ka dhënë trima, është histori, është epik, që pikërisht përëndaj ne kemi vënë atë prologun Drenica një Arbëri e Vogël. Është mbajtur gjallë në kullat e Drenicës, sepse shqiptarët kanë qenë të privuar nga arsimi në gjuhën shqipe, dhe shkolla dhe kulla ishte shkollë, ishte universitet shqiptar, po ishte njëkohësisht edhe tempull i ndarjes së drejtës, po edhe tempull i dijes e urtësisë. Shquhet për trimëri se i përmenda disa nga trimat pak më herët, pastaj nga Drenica prej ardhën e ka Hasan Prishtina, e ka Shaban Polluzha, e ka Fazlirje Qevsi, e ka Demir Shari, e ka Tahir dhe Nebir Meja, janë figura të rëndësishme të historisë që kanë lëvizë ngjarje të rëndësishme në këtë trev. Pastaj është e urtisë sepse ka pas dietarë të njohur pleqnarët në këtë trev, Tahir Drenica, Tahir Berisha, pastaj ka qenë Xhamel Lovria, pastaj Dervish Goxhulli dhe dietarët e tjerë, të cilët pra kanë ndarë të drejtën, por kanë pas edhe urtin që përmenden edhe sot dhe ka monografi të saktuara për këto figura të rëndësishme. Zoti Gjoshi, problemi për të kaluar, sepse historia është e gjatë e Drenicës dhe normal ne do na duan shumë emisione të mëdha për të vazhduar pjesën e Drenicës, pasi ka një heroizëm shumë të veçantë dhe të shembull për gjithë institucionin e Kosovës. Por problemi mbetet pikërisht juve që shtyjtë të bëni një libër, Arbëri e Vogël dhe Drenica. Çfarë ishte kjo? Fillimisht them se kjo trev është gjithmonë shqiptare, nga Dardania vjetër. Përkundër përpjekjes slave që të kolonizohet ky vend, sepse vitit 1918 deri në vitin 39 ka burime të sakta zyrtare, se kjo pjesë është tentuar që të ndrohet në aspektin demografik dhe kanë sjell kolon nga abiset ndryshme serbe për të ndryshuar
pozitën demografike, sepse ka qenë etnikisht e pastër, pas një kom tjetër kur. Dhe 116 fshatra, pra në pastërtinë e saj etnike e ka penguar pushtuesin për të nënshtruar. Pastaj vetë një autor serb që ka qenë edhe konzull serb në kohën kur Kosova nuk ishte pjesë e Jugosllavisë e Serbisë, e pranoni ka 2 libra të bukur Kosova, thotë kur kanë shkuar ta gramblesit turq për të kërkuar taksat në Drenicë, kanë thonë ne se 500 vjet s'kemi ditë për hyqëmet, as nuk duam të dim. Pra, ka qenë regjion i panështruar sepse kanë bërë përpjekje sarajet ngrisin në Llaush të Azami u kanë djegë gjatë natës sarajet e Hamidis janë pagzume. Pastaj Drenica nuk ka lejuar asnjëherë të ketë një kazermë ushtarake apo stacionim të forcave të huaja. Gjithmonë pra ka qenë në këmbë, si thuhet. Kjo ka qenë ajo